Disfata në zgjedhje duket se ka acaruar deputetët dhe militantët e Partisë Demokratike. Ata të buan sot në një protest për atë që e quajnë vjedhja e votës, por në vend që të protestonin kundër Ramës, ata u hakryen ndaj gazetarëve. Një gazetare e Euronews ka tentuar të intervistojë Dipalokun, por këtë fundit dhe militantëve pas tij nuk u ka pëlqyer pyetja dhe janë turrur gazetares. Apo çështje tjetër. Shikoj edhe këtu njerëz të nxehur. Pas ndërhyn gazetarët e tjerë teksa po ashtu në sulm Mohoth dhe Klevis Balliu. Kë ka pasur madje edhe tension fizik, po ashtu ka pasur përplasje edhe mes gazetares Danila Maloku dhe Dipaloka e besnikëve pranë tij. Kjo ka sjell një skenë të turpshme pasi gazetarët dhe operatorët janë ndjerë të intimiduar. Mos harrojmë edhe Fremunokun i cili shpërtheu në sulm me akuzë ndaj mediave, madje duke përdorur dhe terma vulgar. Për të gjithë ju që merrni instruksionet e fuga, kam një përgjigje. Statuti është zbatuar dhe do të zbatohet nga Partia Demokratike me përpikmëri më të madhe. Në momentin që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira, çdo kush brenda nesh do të mbajë përgjegjësi, tha Noka. Pas skenave të tilla ndërhyu kreu i zyrës së shtypit Alfred Lela, i cili u troqi veshin deputetëve se gazetarët kanë të drejtë të pyesin gjithçka, por as kjo nuk e ndali. Shumë gazetarë dhe operatorë janë lënë nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të përballen me turmat, ku dhjetra njerëz u kanë kërkuar llogari sepse bëjnë pyetje dhe pse nuk shohim fakte dhe vjedhjes së votës.